Prodhuesit e vajit të ullirit nga zonat e Belshit dhe Lushnjës morën pjesë në një trajnim mbi praktikat më të mira në kultivimin e ullirit dhe prodhimin e vajit të ullirit. Aktiviteti organizuan në kuadër të projektit Bashkëpunimi me Sipërmarrjen dhe zgjedhjet për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm i zbatuar nga UNDP Albania. Trajnimi u zhvillua nga ekspertët Renata Kongoli dhe Oneida Kyçyky në kuadër të bashkëpunimit me projektin Olive Oil Interreg Euromed. Gjatë këtij sesioni, pjesëmarrësit u njohën me praktikat bashkëkohore të kultivimit të ullirit, proceset e prodhimit dhe kategoritë e ndryshme të vajit të ullirit, si dhe mënyrën e vlerësimit sensorial të cilësisë së tij. Trajnimi u mbyll me një sesion praktik vlerësimi sensorial, ku prodhuesit prezantuan mostrat e vajit të tyre dhe morën komente dhe këshilla profesionale nga ekspertët për përmirësimin e cilësisë së produktit. Përmes nismave të tilla, projekti synon të mbështesë prodhuesit vendas në rritjen e cilësisë së produkteve, forcimin e konkurrueshmërisë në treg dhe promovimin e praktikave të qëndrueshme bujqësore. Projekti i përbashkët të United Nations Albania, bashkëpunimi me Sipërmarrjen dhe zgjidhjet për SDG-t, financohet nga SIDA përmes Embassy of Sweden in Tirana dhe zbatohet nga UNDP Albania.